Mi mbrëma edhe njëherë, dashur miq, përshëndetje të gjithëve. Para gjysmore tentova që të lidhe me ju, por ishte pak e vështirë që të vijonte komunikimi sepse kishe probleme interneti, nuk e di, por edhe sepse jashtë ishte shumë ftohtë. Ashtu si që ju thash, ju flasim nga Korça jonë e dashur, nga Korça e Serenatave, faleminderit, nga Korça e të ftohtit të hidhur. Jemi akoma dimër, këtu akoma nuk ka ikur dimri, gjatë ditës ishte mirë, por tashmë ishte goxha ftohtë në darkë. Ju përshëndesim, lëvizja Adeu po shkon për të parë kudo në Shqipëri. Pikat e saj të kontaktit dhe po bëjmë planin, po diskutojmë gjithçka na duhet duke vënë piketat, duke diskutuar me njerëzit tanë, duke folur me njerëzit tanë, me antarët, dashamirësit dhe ata të cilët na e mbajnë frymën gjallë, ata të cilët na mbajnë me shpresë, ata të cilët na japin kurajë, ata të cilët na shtrëngojnë dorë. Kam qenë sot gjithë ditën në Korçë dhe në rrethinat e Korçës dhe shpresoj që të bëj edhe disa takime të tjera deri në mesnatë, më pas duke parë, duke bërë, nëse qëndrojmë sonte dhe nëse nuk ja dalim, do të kthehemi në Tiranë, në varësi të situatave. Me sa duket ka probleme interneti, me sa duket ka shumë probleme interneti, dhe unë nuk do të zgjatem shumë, do të qëndroj vetëm pak minuta për të përcjellë thelbin. Mos mendoni se janë të fortë, mos mendoni se kontrollojnë gjithçka. Sekti është në momentin e tij më të dobët. Rama dhe Veliaj po godasin dhe po ekzekutojnë njerëzit e njëri tjetrit. Ka nisur një luftë e pa imagjinueshme tek Bashkia e Tiranës, janë në panik, janë në hall dhe në siklet të madh, përballë kanë miqtë e tyre të opozitës, kanë 34 vjet që e bëjnë bashkë gjithçka. Tani, fillimisht, duke qenë se kam qenë në qarkullim dhe në lëvizje gjatë gjithë kohës, përcjell ngushëllimet më të përzemërta për tragjedinë e 4 djemve mbrëm familjes Kurti dhe Laçi, i përcjell ngushëllimet më të përzemërta për humbjen e këtyre djemve të mrekullueshëm. Lutem, uroj dhe shpresoj që i Madhi Zot t'i marrë pranë faljes dhe mëshirës tij të madhe dhe t'jenë shpirtrat e tyre atje në parajs, atje ku shkojnë gjithë shpirtrat e pastër. Ngushëllimet më të përzemërta, tragjedia e madhe, nuk kam patur mundësinë as kohën ta komentoj dhe kam mësuar nga rrjetet sociale çfarë ka ndodhur. Është një humbje e madhe për familjarët, për gjithë shqiptarët, është një tragjedi me përmasa të dhimbshme, me përmasa të mëdha. Shpresoj që të gjejnë ngushëllim tek i Madhi Zot, sepse nuk ka ngushëllim, nuk ka fjalë, nuk ka terma, nuk ka mesazh që mundet ta përfshihin sipërfaqen e dhimbjes dhe ta zbusin atë. Jemi në momente të shtesë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Jam sot në Korçë në mbështetje të djemve tanë të mrekullueshëm që kemi sjellur këtu, kandidaturat tona të mrekullueshme, Ilir Borova, Mistotiko, që kryesojnë listën e Korçës, pastaj vjen Ermelinda Brahej me Klajdi Rezhdën, vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ju thash, dhe nga Shqipëria, ashtu siç ju thash, lëvizja Adeu e mbajti premtimin e saj dhe i ka vënë të parët në lista njerëzit e diasporës, njerëzit e SBA-s, njerëzit e Europës, njerëzit e Anglisë, dhe nuk i ka përdorur njerëzit e diasporës, shqiptarët e diasporës, vetëm për propagandë politike.
Zhvillimet janë të mëdha. Arrestime në Tiranë, arrestime në Stamboll, arrestime në Maqedoni, arrestime në Ballkan, arrestime në Europë. Do t'i bi shkurt se kemi probleme me internetin. Kini parasysh diçka. Bota po riformatohet, po risistemohet, po ridimensionohet. Sistemi po godet levat e vjetra dhe do të vinë njerëz të ri. Por rrezikojmë të shkojmë nga shiu në breshë, në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm dhe në qoftë se nuk i kuptojmë sfidat bashkarisht. Në Shqipëri janë të gjithë bashkë lojtarët e vjetër, po mbajnë popullin peng, sepse vetëm duke e kontrolluar Shqipërinë me dorë të hekurt, mundet të negociojnë hallet e tyre dhe pushtetin e tyre në tregjet ndërkombëtare të lojës së kombeve. Ata janë bashkë 34 vjeçarët. Sot është radha juaj që t'i jepni dorën njerëzve të ri, frymës së re, njerëzve të pastër, intelektualëve të cilët nuk janë të përfshirë tek gjaku dhe tek pasuria e shqiptarëve. Do të vinë ditë të mëdha, ditë që do të trondisin Shqipërinë dhe rajonin e kemi folë çdo natë. Detyra jonë është sot që të bashkohemi gjithë bashkë, në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë, në çdo cep të Shqipërisë, t'i përhapim këto video dhe t'i përhapim këto mesazhe. Në PS ka luftë civile e cila do të plagos dhe do të shqyejë njëri tjetrin për pushtet sigurisht. Erioni me mashat e tij po luan nga burgu, Rama po luan jashtë, dolën kartat zbuluar, u mor vesh se kush e ka shitur Erion Velin dhe kush e ka futur në burg, kush e ka dorëzuar, por çfarë ka fituar Rama që e shiti Velia, çfarë po bën Berisha me atë listë që nuk ka asgjë të re brenda, me atë listë fituesish e cila nuk sjell asgjë për shqiptarët. Atëherë çfarë po bëhet? Do të thotë që kemi një koordinim absolut midis tyre. Nga ana tjetër, Rama po i bën publicitet Bashës duke e bërë protagonist. Pra, duke bërë sikur e sulmon dhe Basha i kthen përgjigje, po përpiqen që të ndërtojnë një skemë për shqiptarët që të jetë tërësisht e kontrolluar prej tyre. Në të gjitha mediat, në të gjitha portalet, flitet vetëm për Lapaj, Shabani, Thurja, Shehaj dhe Basha. Sikur të mos jenë 11 parti në garë. Çfarë do të thotë kjo? Të gjitha mediat, të gjitha prime time-et duke fryrë Lapajn dhe duke fryrë partit që i kanë krijuar vetë këta, por t'ia hedhur vetes në kundër që t'u shesin shqiptarëve iluzionin e opozitës dhe të opozitarizmit. Në thelb, vllai im dhe ti motra ime shqiptare. Ata janë bashkë në frym, në strategji, në taktik dhe në gjithçka. Loja e tyre është të mbajnë në kontroll sistemin që të nxjerrin jashtë Amerikën me gjithë lojtarët e tjerë. A na duhet ne Amerika këtu brenda apo jo? Nuk ka më pak nëse Amerika tërhiqet nga Ballkani. Në qoftë se amerikanët tërhiqen nga Ballkani, nuk ka më pak. Do të thotë do të kthehemi atje ku ishim. Po mirë, a e humbim ne sovranitetin duke u dorëzuar tek Amerika gjithçka? Nuk u mbet sovraniteti, sepse ne jemi shtet pa sovranitet, ne jemi shtet që nuk prodhojmë dot geopolitik. Që do të thotë, jemi zona rajonale me ndikim jashtëzakonisht të vogël ndërkombëtar për rrjedhoj, ne kemi gjithmonë nevojë për aleat të mëdhenj. Aleatët e mëdhenj në këtë rast janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët sipas llogarive tona nuk e kanë lëshuar Ballkanin dhe shqiptarët. A ka probleme me amerikanët apo me Amerikën, do ta shohim se çfarë do të luhet, por unë po shoh që po mbështesin spakun dhe janë të vetmit, të cilët mund të ridimensionojnë skutat e politikës shqiptare. Ne nuk mundemi të përballemi me ata në kuptimin strategjik të fjalës. Ne po bëjmë gjithçka kemi, po harxojmë frymën tonë, mundin tonë, minutat e jetës tonë, parat tona, çfarë kemi e kemi shkri që të përballemi dhe këtë betejë po e bëjmë për historinë. Kujdes, lobet rajonale ndërkombëtare janë duke u bërë gati
që të godasin përfundimisht shtetet të cilat janë ndërmjet ekzistencës dhe mos ekzistencës. Rama, Berisha dhe të gjithë lojtarët të cilët i shihni në për portale, në për media, në për sondazhe, në për prime time, janë të gjithë bashk, i kanë krijuar partitë e reja bashk. Shikoni, bëni vetëm një matje. Përse? Ka vetëm 11 parti të cilat garojnë në listën e garës dhe ne dhe 2-3 parti të tjera bashkë me Kocaqin, bashkë me dikë tjetër, nuk i përmend njëri as për gjallë, as për vdek. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne jemi jashtë projekcionit të tyre. Nuk e din kush qëndron pas nesh, nuk e din kush është frymëzuesi ynë, nuk e din kush është sponsori ynë, sepse ata besojnë që shqiptarët nuk kanë mundësi të bëjnë parti, sepse ata besojnë se shqiptarët vrapojnë pas thesit të miellit, sepse ata besojnë se shqiptarët e shesin votën të gjithë me 100.000 lek, me 200.000 lek, me 50.000 lek, me 150.000 lek. Jam në Korçë gjithë ditën në rrethinat e Korçës, po nuhas lajmet, sepse do të bëjmë gati terrenin për Borovën, për Mistotikon, për Klajdi Rezhdën, për Ermelindën dhe Migena Kriston e tjerë që janë në listën e Korçës. Bëni kujdes. Kuptoni mirë lojën e mafjes së vjetër të Tiranës. Mafja 34 vjeçare është duke ju krijuar iluzionin si kur ka opozit. Por janë mashat e tyre, janë veglat e tyre, të cilat i nxjerrin natë për natë në prime time. Televizionet i kontrollon mafja politike, sepse ata janë në dorë të oligarkëve. Oligarkët nuk rrojnë pa marrëveshje me politikën, sepse politika është ajo që i ushqen me koncesione, me tendera, me PPP. Janë ortakët e Edi Ramës, janë ortakët e Erion Velis. Pronat e shqiptarëve po i marrin ata, pasuritë e shqiptarëve po i marrin ata, miliardat e shqiptarëve po i marrin ata, hekurin e ata, kromin ata, hekur nikelin ata, naftën ata, gazin ata, detin do t'ja japin Greqisë, jugun do t'ja japin qarqeve të tjera, atje të cilat synojnë qarjen dhe goditjen e jugut të Shqipërisë. Amerikanët po luajnë të heshtur. Ka kohë të cilët ju e kuptoni, në cilën ju e kuptoni, se ambasada amerikane nuk piptin asnjë lajm, nuk bën asnjë deklarat. Kjo heshtje është e kodifikuar dhe ka kuptime shumë dimensionale, të cilat shqiptarët duhet i kuptojnë. Kjo do të thotë që ata nuk duan të prononcohet, o kërshnik, po pse na i përmend amerikanët kaq shpesh, sepse ata vendosin për të ardhmen e Shqipërisë. Në qoftë se ata do të vendosin t'ju shesin, ky vend ka marrë fund, nuk bëhet më. Arratisuni, preni bilet dhe zhdukuni. Mua më rezulton që nuk na kanë shit. Tani po heshtin. Përballë kanë spakun. Spakun Edi Rama dhe Sali Berisha janë bo be me e zhduk. Altin Dumani dhe këta të spakut dhe të korruptuarit që janë brenda në spak janë të gjithë nën monitorim, si pas informacioneve të mia. Burgjet dhe pijamat me riga janë bërë gati për shumë koka të mëdha. Problemi është që çfarë do të ndodhë me rajonin nuk është lojë e madhe në qoftë se e kuptojmë unë dhe ti. Duhet kuptojmë gjuhën e kodeve, gjuhën ndërkombëtare, duhet kuptojmë lojën e madhe. Arrestimi i Ekrem Imamoglu's në Stamboll, arrestimi i Veliajt, i Ilir Metës, arrestimet të tjera, të cilat do të ndodhin në Tiranë shumë shpejt, që do të trondisin për dën dhe pësën, do të përshpejtojnë luftën e përgjakshme brenda PS-s, luftën civile e cilat tashmë ka nisur dhe po zhvillohet në Bashkinë e Tiranës. Kjo e ka bërë gjithashtu kampin tjetër që bashkëpunon me Sali Berishën, që Berisha të mos ketë interes që të bëj një listë fituese për shqiptarët, por futi besnikët e tij, të cilët kanë qenë me të prej viteve të gjata. Josefina Topalli, Edi Paloka, Flamur Noka, Albana Vokshi, Belind Këlliqi, djali i FRPD-s, ai si ka emrin Fatmir Mediu,
këta që lobojnë për Berishën me Amerikan, paguajnë herdhin miliona që të blejnë në i lobim, të blejnë. Pse Berisha nuk është i interesuar që të fitoj? Nuk është i interesuar që të fitoj, sepse ka garanci nga Edi Rama që do t'jenë bashkë dhe duhet të ruajnë, e kanë me detyrim të ruajnë njëri tjetrin. Tani, ne çfarë ju themi? Ne ju themi shqiptarëve, duhet bëni garancinë për Shqipërinë. Cila është garancia për Shqipërinë? Garancia për Shqipërinë është të thyej monopolin bipolar, duke na dhënë një numër mandatesh, të cilat e pamundsojnë PS-s dhe PD-n që të kakarisin të vetëm. Lapa i Shabani këta një pjesë i din çfarë po luajnë, një pjesë nuk e din çfarë po luajnë. Nuk e di çfarë po i bëjnë Shabanit që e kanë nxjerrë në nivel të dytë. Lapaj është duke u promovuar nga studiot e Fevziut. Do të thotë Samir Manja mbrapa, janë oligarkët mbrapa, është Fevziu, është Sander Frankaj, është Edi Rama, janë të gjitha skeqe, mos besoni asgjë. Janë të gjithë bashkë këta. Tani, të gjitha televizionet presin projekcionin, të gjitha portalet paguen me paratë e këtyre. Presin si t'i vinë urdhëresat që të nxjerrin ke sondazhet. Na bëni një nder. Në të gjitha sondazhet që shihni, shkoni dhe shkruani Lëvizja Adheu, #LëvizjaAdheu3, votoni Kreshnik Osmanin. Përsëritem edhe një herë. Nuk kam dëshirë, nuk jam i dashuruar pas emrit tim, por klasa, kasta politike hajdute e Tiranës ka bërë një censur të jashtëzakonshme, të cilën mund ta thyejmë vetëm duke përmendur emrin Kreshnik Osmani, sepse Kreshnik Osmanin e njohin një pjesë e madhe e shqiptarëve, ndërsa për Lëvizjen Adheu shumë pak njerëz kanë dëgjuar, sepse është bërë gjithçka me regji. Ata janë bashkë. Berisha e di se çfarë do të ndodh në 12 maj. Nëse nuk e di se çfarë do të ndodh para 12 majit dhe pas 12 majit, Berisha është treguar i kujdesshëm që tërmeti që do të vi më pas të gjej në rrjeshtat e deputetëve të Berishës njerëz të cilët kanë treguar besnikëri konstante ndaj Berishës, duke filluar me më agresivin që është Flamur Noka, duke ardhur tek gjithë emrat e tjerë që janë tek 12-shtja e mbyllur bashkë me Bylykbashin, bashkë me gjithë njerëzit të cilët janë sprovuar. Por a do të ketë arrestime tek njerëzit e Berishës, a do të ketë arrestime tek Rama, do të ketë goditje të forta brenda 12-qeve fituese. Dhe kjo do t'i trondis themelet e të dyja palëve, sepse ata e din mirë që era që do të fry është më e madhe se të gjithë. Si ta kuptojmë Kreshnik? Kuptoni Stambollin, fryn erë nga lindja, fryn erë nga perëndimi. Sistemi po riformatohet. Sistemi do të nxjerrë kalpsirat e vjetra, do t'i hedhë në kosh. Kalpsirat e vjetra po mbajnë njëra tjetrën fort, që të qëndrojnë në lojë dhe t'i imponohen sistemit si lojtar, ose duke ndenjur vetë, ose duke detyruar sistemin që të pranoj lojtarët e rekomanduar prej tyre, që t'i mbroj këta nesër, edhe t'u mbroj familjet, kur të marrin, kur të nisi sekuestrot e pasurive, kur të nis kam gjiku, kur të nxirren paratë e vjedhura, kur të shkojnë përpara drejtësisë, kur të dali Floriri, kur dalin eurot, kur dalin parat, kur sekuestrohen vilat, pallatet, hotelet që i kanë jashtë shtetit, kur të sekuestrohen pasurit, është një lojë e madhe miq. Ne nuk jemi të çmendur që dolëm vetëm në zgjedhje, kujdes. Ne nuk jemi të çmendur që dalim vetëm në zgjedhje. Ne kemi marrë një vendim për historinë, për gjeopolitikën, për atë që duket dhe për atë që nuk duket. Kemi marrë një vendim për atë që e themi dot dhe për atë që nuk mundemi ta themi dot, sepse jo të gjitha mund t'i themi dhe tani. Jemi në moment kryqëzimi historik. Vëllezër dhe motra shqiptar, mos qëndroni indiferent në këtë moment. Jemi në momente kyçe. E gjithë e majta marksiste është duke u përplasur me djathtën konservatore. Ky është një pjesë e skenarit. Kjo është një pjesë e skenarit. Skenari 2, si që a thash, sistemi po riformaton veten që të mos rrezikohet dhe për këtë do t'i duhet të bëj aleancë me popujt dhe nuk ka mënyrë tjetër.
për të bërë aleancë me popujt, atë përveç rrugës që kanë zgjedhur amerikanët, të sponsorizojnë drejtësinë, të japin imunitet dhe të shpartallojnë të gjithë hajdutët të cilët do të shpartallohen shumë shpejt. Dhe këtë, nëpërmjet kësaj, amerikanët rilidhin edhe një herë kontratën me shqiptarët dhe me popujt të tjerë rajonal apo ndërkombëtar, dhe duke bërë këtë, ata tentojnë të ruajnë leadershipin dhe të ruajnë leadershipin e sistemit brenda hemisferës perëndimore në këtë moment ku Shtetet Bashkuara të Amerikës po përballen me rival të rinj, siç është Kina, siç janë lojtarë të tjerë, po tentojnë të afrojnë Rusin nga ana e tyre, do t'ja hedhin Europës në shpinë, lajme të mëdha do të vinë. Mos besoni Edi Ramën me rrenat dhe me prallat që ju thot me bashkim evropian, me pasaportë europiane. Edi Rama nuk e di, as e ka iden. E mësojnë sigurisht se është pjesë e disa lozhave të rëndësishme, por është duke ju gënjur, edhe nëse ja kanë thënë Edi Ramës se çfarë do të ndodhë në Europën, ai nuk i thot dot në televizor. Edhe nëse ja kanë thonë, treguar Edi Ramës lozhat se çfarë e pret Europën, çfarë e pret Europën dhe Rusin, çfarë do të ndodhë në Britaninë e Madhe, çfarë do të ndodhë në Francë, në Gjermani, a dini se çfarë po ndodhë në ndheun e Gjermanisë, ka zhvillime të cilat janë të frikshme dhe rezultatet e tyre do të vinë. A dini se çfarë pritet të ndodhë në Ukrainë? Shumë pak njerëz e dinë. A dini se çfarë e pret lindjen e mesme? Shumë pak njerëz e dinë. Përrjedhoj, në këto kohëra turbulencash të mëdha, sistemi po riformaton lojtarë të ri, do të heq lojtarë nga shahu dhe do të nxjerrë nga tryeza e shahut dhe do të futen lojtarë të ri. Popujt, jeni ju ata të cilët duhet të tregoni mençuri në këto momente historike në të cilat po kalon e Shqipëria. Unë do t'ju tregoj të gjitha në ditët në vijim. Po më vinë sinjale që sinjali mund të ndërpritet, po më vinë sinjale që linja është e dobët, por do t'ju tregojmë të gjitha. Unë ju përshëndes të gjithë. Mos lini vend pa shkruar #lëvizja atë dheu, votoni 3, votoni Kreshnik Osmanin. E njohin Kreshnikun, nuk e njohin partin. Nuk po na nxjerrin nëpër media, as nëpër portale, sepse i ka thënë Edi Rama bashkë me Sali Berishën, bojkotojni këta zagarët e vegjël, sepse do të na prishin punë neve. Pse? Ata duan krijesat që i kanë prodhu vetë, duan krijesat e Sorosit, duan krijesat e partive të vjetra, i sponsorizojnë ata, i nxjerrin ata. Ata e dinë që ne kemi sponsor përveç, nuk kemi sponsor përveç jush. Ata e dinë se kush na jep ne 50 euro shat, 100 euro shat, 200 euro shat, 500 euro shat. Kjo është fuqia jonë. Fuqia jonë jeni ju me mbështetjen tuaj që po na bëni secili me 200, secili me 500, secili me 1000, secili me 50, secili me 20. Kanë ardhur pensionistë të jashtëzakonshëm. Kanë sjellë në shesh 20.000 lekë. Kaq ka fuqi nona. Pse? Sistemi e di këtë. Ne po punojmë me këtë sistem. Jo sepse ne nuk kemi ku të marrim, kujdes. Ne po luajmë sepse loja po monitorohet. Po monitorohet. Mjerë kush gabon. Ne po monitorohemi, ju po monitoroheni. Ata mafiozët e mdhej po monitorohen, fijet e tyre në Moskë, në Beograd, në Athinë, në Europë, në Lindje, në Perëndim, ku i kanë fijet, ku po i bëjnë lëvizjet, janë gjithë monitorim. Fuqia jonë është që ne jemi të varfër. Jemi të varfër në kuptimin financiar që nuk përballemi dot me ata, por nuk jemi ne të varfër në shpirt, në kauzë dhe në qëndrim. Nuk do zgjaten. Keni mundësi të na mbështesni dhe të mos na lini vetëm në këtë betejë. Këto video shihen nga 5.000, nga 10.000, nga 20.000, nga 30.000 njerëz. Bëni secili çfarë të mundeni. Ne nuk pyesim për miliardat e tyre. Ata kanë qindra miliona euro, i kanë të groposura. Nuk përballemi dot me ata me fuqinë e paras. Por ne kemi fuqinë e shpirtit, dhe fuqia e shpirtit, fuqia e mendjes, fuqia e analizës, fuqia e kuptimit ton i bën eurot 100 fish, 200 fish dhe 500 fish. Financat tona të vogla
modeste, rriten shumë, fishohen, sepse kanë brenda bereqetin tuj, bereqetin e shpirtit tënd, të frymës tënde. 500 euro shijon është i barabart me 5 milion euro të tyre. Pse? Sepse 500 që ajon është fuqi vulkanike, është me atom brenda, është me atomin e abdeshurisë, me atomin e shqipëridashjes. Ne do t'i sfidojmë ashtu, me shpirt, me mund, me dashamirësi, me këmbgulje, me vendosmëri, me mbështetjen tuaj. Mos harronit na mbështesni. Kemi përballë peshkaqenët më të mëdhej, të cilët janë të armatosur gjerë në dhënd. Isha sot në Korçë dhe në rrethinat e Korçës. Kam dëgjuar atë që nuk ju aqon në përmendje. Më treguan tek tregu këtu është një vend ku është komuniteti rom. Aty bëhet tregtia e votave sikur tregtia e pazarit të gjës së gjallë. Një lloj si pazari i gjës së gjallë bëhet dhe tregtia e votës. Një zonë tek komuniteti rom, i cili është më i nëpërkëmburi, më i poshtruari, më i harruari. Ata janë vëllezërit tanë, janë bashkëanëtarët tanë dhe meritojnë dinjitetin më të madh. Meritojnë një jetesë me dinjitet. I trajtojnë si kafshët dhe sapo më treguan sot në rrugicat e Korçës si po luhet loja, si po ja marrin kartat, si po shkojnë t'ja blenë votat, si do të shkojnë t'ja marrin, sepse sekti kontrollon gjithçka. Sekti do kalojë në luftë civile, sepse arrestimet e mëdha që do të ndodhin nga PS-ja dhe nga PD-ja do të shkaktojnë tronditje atje të mëdha. Bëhuni gati për atë që po vjen pas zgjedhjeve. Nuk i ka vënë rastësisht Berisha ato zgjedhje. Berisha është ujk i vjetër dhe Rama është ujk i vjetër gjithashtu. E din shumë mirë se çfarë kanë konfiguruar, sepse po mbahen gati që të amortizojnë goditjet që mund vinë nga brapa dhe duan njerëzit besnik. Berisha është më inteligjent se sa të bënte një listë si kjo. Rama është më inteligjent me gjithë idiotësinë e tij, është më inteligjent se sa të hyjë në luftë me Erion Velin dhe me antarët e sektit të Hajdutit Veliaj, por e kanë me detyrim, sepse kur mbytet Titaniku, secili do të kap komardaren e vet, secili do të kap barkën e vet dhe nuk pyet më njëri për palën tjetër. Bëni #lëvizjen@dheu. Na ndihmoni me logjistik, na ndihmoni me financa, secili sa të mundet. Nuk e bëjmë dot vetëm këtë betejë, duhet shumë karburant, shumë njerëz, shumë postera, shumë takime, shumë lëvizje brenda dhe jashtë Shqipërisë. Bëni secili atë që mundeni, sepse jemi në momente historike. Ata që na ndjekin, ata që po surgjejojnë lojën, e dinë se ku vjen mbështetja jonë, se ku e marrim ne mbështetjen. Duke na mbështetur ne, i tregoni sistemit që jeni popull i gjallë. I tregoni sistemit që nuk keni vdekur dhe i tregoni sistemit që e meritoni si popull, si kombë dhe si racë të vazhdojmë rrugtimin ton në rrugën e vështirë të lojës së kombeve, në të cilën do të zhduken shumë entitete shtetërore dhe do të lindin të reja. Situata të reja gjeopolitike do të vinë, realitete të reja të mëdha, shumë të mëdha do të vinë, realitete të imagjinuara dhe të pa imagjinuara. Ta bëjmë historinë e Shqipërisë, të bëhemi pjesë e kësaj historie, të ndërtojmë garancinë me lëvizjen@dheu në mënyrë që Berisha dhe Rama dhe Ilir Meta të mos munden ta qeverisin të vetëm Shqipërinë. Kjo është sfida jonë. Po nxjerrin partiçkat e tyre të reja që i nxjerrin natë për natë në sondazhe si fituese, sepse duan të krijojnë opozita fiktive, të kontrolluara prej tyre, të prodhuara nga ata, që ata të jenë nën kontrollin e tyre. Lapa e këta janë të gjithë të tyre, janë sistemit, janë të prime time-it, janë të Fevziut, janë të Gridës, janë natë për natë në rejtingun më të madh. Dhe nuk ka rejting pa porosi vllai im dhe motra ime shqiptare. Kujdes, thirrni mendjes, diçka e madhe gatuhet, duhet bëhemi bashkë. Mbështetë lëvizjen@dheu, me njerëz duke u bashkuar si vullnetar,
me financa se cili kush të mundet. Ju të regojmë në WhatsApp 00355 67 20 4361. Na të regoni të ju të regojmë mënyrat si mund të na mbështesni, ku mund të na mbështesni dhe çfarë mund të bëni për ne. Kemi nevojë për vullnetar. Nesër fillojmë në Tiranë, pas nesër fillojmë në Tiranë dhe në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Fillojmë takime derë më derë, lagje në lagje, rrugic në rrugic. Ti themi njerëzve në sy këto që po ja themi këtu sot live. Ju që jeni në diasporë, kuptojeni mirë lojën. Shqipëria ka nevojë për ju. Ne Lëvizja Dheu nuk ju përdorëm për propagandë me diasporën dhe me mërgatën. Ju avum dhe kryesuam listat, ecni, bëni betejën. Këtu në Shqipëri, pjesa e madhe e njerëzve, një pjesë e madhe e njerëzve janë të kontrolluar, por një pjesë po rebelohet dhe do të rebelohet akoma më shumë. Për qafime për gjithë, për hapini këto video dhe këto mesazhe dhe çojani pjesës tjetër të shqiptarëve në diasporë, në Mërgat, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kemi mbështetje të jashtëzakonshme, ju përqafoj gjithëve, në Kanada, në Angli, Londra, Birminghami, Manchesteri, kudo ku ka shqiptar, Franca, Gjermania, Italia, Greqia, kudo na kanë kontaktuar, bëjni këto video t'i dëgjojnë pjesa tjetër e shqiptarëve. Sepse në asnjë prej tyre, në asnjë media, në asnjë portal, në asnjë prime time, nuk do t'i dëgjoni këto këndvështrime, nuk do t'i dëgjoni këto analiza, dhe dëgjoni gjithë. Por, atë që thot Inglizi, në fund fare, listen to your heart, dëgjo zemrën tënde. Vetëm zemra është ajo që s'gënjen. Ti mund ta gënjesh Kreshnikun, mund të gënjesh gjithë botën, po zemrën tënde nuk e gënjen. Ti e di, ti e kupton, ti e ke fuqinë dhe kapacitetin për ta kuptuar. Kush po gënjen, kush po mashtron, kush po aktron, kush po dredhon, kush po luan çfarë. Ti je inteligjent, edhe sepse s'ke mbaruar të lartën, edhe pse s'ke mbaruar të mesmen, edhe pse s'ke bërë magjister, edhe pse nuk je doktor shkencash. Ti ke intuitën natyrale. Kjo dhurat e jashtëzakonshme që e ka vënë i plot pushtetshmi, krijuesi i shpirtit, i mendjes, i universit, i tokës, i gjithë shkaje, ka vënë sistem imunitar që ti të mbrosh veten nga kafshët e rrezikshme që quhen njerëz. Kafsha më e rrezikshme është njeriu. I madhi Zot ka pajis me sistem imunitar që të mbrosh veten. Ky sistem imunitar është intuita jote, e cila edhe pse nuk shprehet me fjalë, ajo e dallon dhe e gjen mirë rrugën për tek e drejta dhe për tek e vërteta. Natë e mirë për sonte. Na kontaktoni, nesër ose sonte nuk i dihet, në varësi të lëvizjeve, nesër rishihemi në një tjetër destinacion, me një tjetër plan, me një tjetër analizë, me një tjetër bisedë, për të analizuar çfarë po ndodh, hap pas hapi, minutë pas minute. Të ndërtojmë garancinë me lëvizjen atë dheu. Gjithmonë na shkruani në WhatsApp 00355 66 67 20 4161 00355 67 20 4161. Janë momente historike. Bëhu pjesë e historisë. Mos fligju. Nuk do të përsëriten më këto kohra përveç se pas 100 viteve. Duhet 100 vite, ndoshta dhe 200 vite, që të vinë momente si ky, në cilin po kalojmë ne shqiptarët. Ballkani, Gadishulli Ilirik, rajoni, Europa, lindja, perëndimi dhe gjithë bota. Të gjithë bashkë do t'ja dalim. Ju përqafoj gjithë. Ju falenderoj bujarisht me përulje për gjithë ata që po na ndihmojnë dhe na kanë ndihmuar, dhe ju ftoj të gjithëve të shpërndani këto mesazhe, sepse jemi tërësisht nën censur. Siç po e shih, janë 11 parti në garë. Të tjerët janë në koalicione. Ne jemi ata që nuk përmenden kurrë. Natë e mirë të gjithë. Rishihemi shpejt deri në moment të dytë, kur do të shihemi qofshi ju bashkë me dashurit tuaj nën kujdesin e të Madhit Zot. Flasemi.
ai ka thënë, dakord, ju përshëndes gjithëve, e pas ka përmendur Blendi Fevziu, kush është Lëvizja Dheu ka thënë? Ka pyetur apo ka thënë? Okej, shpresojmë që mediat e Sander Franket, të Zonjës Hoxha, Top Channel, Top Media, Klani, Vision Plusi, MCN-ja, Euronewsi, ABC Newsi, Report TV-ja, i ftoj të hapin lojën sepse jemi 11 parti në garë. Nuk është e drejtë të mos jemi në sondazhe. Nuk është e drejtë të bluhet mënyrë kaq pa barabartë, mënyrë kaq vrasëse për ne. Ju mund të luani siç do t'ju thonë, ose do të luani ashtu siç duhet luajtur. Ftesa ime për të gjithë ju, media kombëtare, mediat më të vogla nuk kanë mbase detyrime sepse janë private, punë e tyre mund të mashtrojnë si të duhen. Ju mediat e mëdha kombëtare e keni detyrim kombëtar. Jo të na bëni ne publicitet, po t'i thoni njerëzve që janë edhe këta në garë. Sepse ka 11 parti në garë. Ka 11 parti në fletën e votimit. Dhe partia Lëvizja Dheu është treshi. Dhe do ta mbysim Shqipërinë me tresh bashkë me diasporën. 4 mandate prodhon Tiranë vetëm diaspora. Mendojeni mirë. Ju përqafoj të gjithëve. Natën e mirë. Faleminderit. Jam shumë i lumtur sepse kur dal nëpër Shqipëri takoj njerëzit, më mbushet zemra plot. Ju përqafoj edhe një herë, rishihemi nesër. Natën e mirë.